nuk di gjë se si ndodhi. Ata lonin aty. Ai e ka goditur me stek, me se ai djali që është plagosur. I plagosuri, goditi nipin tuaj. Ai ka rënë tokë. Bas të thenave se s'kam qenë atje. Dëgjoj, atje janë ata dishmit e shokët e tyre që kanë qenë. Ai është ngritur, pa pasaj e ka goditur e njërë këte, hudre e ka bergjak. Ai pasaj e ka vepruar, e ka goditur. Kjo ka ndodhur brenda në lokal apo ka ndodhur jashtë lokalit? Brenda lokal aty. Brenda lokal. Pse janë Ja zënë? ka që di, me zdigje. Pse janë zënë? Hiq, për kot. Kanë pasur një konflikt më Nuk, përpara? jo, po ne jemi e tanët. Çfarë jeni? Po nëna ime i ka djemë të dajos. Nuk Jeni di gjë. kushërinj. Po hiq për kot janë zënë. Shiko, autorin çfarë e keni? Çfarë e keni autorin? Unë nip e kam. E keni? Nip e kam. Të ka thënë nipi më përpara në një Jo, gjallë jo, me ndonjë konflikt? jo, nuk është i sherit, nuk është i këtyre ai. Nuk është i sherit. Është djali i qetë, është djali punëtor, vete në shkollë, vete ashtu. Ky e ka goditur, e ka zgjuar poshtë. Atë. Që thonë, ja ka që digje, u zdigje me. Po, sot, çfarë i keni folur gjë me familjen e të plagosurit? Duke qenë se jeni vetë Ka folur i jati me te. Janë takuar të dy në spital, ai nuk shtron. Jo, ne nuk kemi ndonjë konflikt me ta, as kemi as do kemi. Po? Ja, Çfarë ka thënë babai i të plagosurit? ai nuk pranon. Ja, nuk pranon. Ka i di u zdigje me. Ndërkohë, keni ndonjë informacion për të plagosurin, si është gjendja e tij? Gjendje të mirë, një gërvishtje të vogël ka, nuk ka. Ku e ka gërvishtja? Ja këtu nuk. Po me çfarë e ka plagosur nipi juaj? Çfarë ka pasur? Po nuk e di çfarë ka patur. Se di që me se e ka plagosur. Nuk ka. Ai është në gjendje të mirë. Nuk ka ndonjë problem desh. Çfarë t'ju them, u zdigje me. Me nipin ka folur djali juaj? Po djali ka folur me tjatin e tij. Jo, me nipin tuaj, me nipin. Ka folur? Jo. Ata ardhi e mori policia i ku. Shiko, po nipi pas ngjarjes erdhi në shtëpi? Nipi erdhi në shtëpi pas ngjarjes? Po, ardhi në shtëpi. I thamë qarë ke berë, i folëm, djalit, pse i ke berë të veprim, thamë po më goditi, më beri tërgjak, thamë, unë e godita, thamë, atë, kaq në thamë. Në ato moment, ardhi e policia, e mori e ikë. Po, nuk ju thamë diçka tjetër më shumë, për shembull, përse ishin zanë, Ishin sharë, çfarë? Po, nuk e di si e kam patur punën ata, qatë ju them unë. Unë ri brenda në shtëpi. Po, ata si që duket ka patur do një me një shok kanë qenë e o që i ke thënë ti këtu që i dhe shu dhe ju e ka goditur pasaj dhe ky ka rënë tokë, ky është rritur. Po thoni që janë gjërat të momentit, jo konfliktet të mëparshme. Jo, s'kam patur konflikte, nuk kemi patur konflikte. Keni pasur dhe hyrje dalje me familjet? Po kemi patur me hyrje dalje edhe s'kemi problem, edhe gjende pra puna tje vajta në shtëpi. Me ta. Nuk kemi konflikte. Gjerat janë ndezur aty ku kanë lojtur. Janë goditur edhe. Kaq. Faleminderit. Emri juaj? Emrin? Shaban. Shaban kush? Mersinaj. Shaban Mersinaj. Faleminderit Shaban. Atëherë, jeni të afërt me familjen tjetër? Po jemi pak. Keni pasur konflikte më përpara probleme? Jo, asgjë. Ne hyni me delnim që kur ishin pleqt dhe jatje jeme këtia. Hynin e delnin, nuk kishim, s'kemi patur, edhe fëmija s'kan patur, apo djali tim. Edhe djali, jemi sjellë mirë, kur thonë, nuk kemi patur asgjë. Sheri ka qenë për lojën me letra? Për lojën, si që më në lafosi ky, pa nuk e dim. Po tani, çfarë kërkoni? Po qartë kërkojmë? Të shoh një djalën si është, pasaj të... Unë po se pas djalën, me ndjatin arrit.
Nipi juaj shkonte në shkollë? Jo, me doli mbas dite. Jo, është në shkollë në në Korçë, në gjimnaz është. Më mirëgjeshnice. S'kemi patur me qupjo as gjë me fshatin, as me njeri, as hiç. Se si na i beri kështu ai djali. Na plagosi djalët. Shikur djali, nusja, ky. Edhe. E kur na thanë kështu, e ka qarë djali këtu për fshati. Me çfarë? Me thikë. Shterën këtu në krahor. Po pse janë zënë? Po pse hiç me ja kyle ta shpjegoj, lonin me letra edhe. Pastaj Ditur përpara, jo e fitova unë, jo e fitove ti. Ti i kishte marrë me punë Jana, në fëmijë. ai kishte goditur. Do me E thënë, shikza njerë me grushta, pastaj i kishte goditur direkt me thikë. Këtu. Dyrë këtu e dyrë këtu. S'jam shumë plak të thella. Kishte ardhur brind. po ja të futemi këtu në Bajram apo Barjam? Barjam. Vllai, sa vjeç është? 16. Është 16. Po ai tjetri? 18. Ama të sherrit nuk janë të mira. Nxirru nga një karamel. Jo, s'ka. Kemi mirë djalën. Ti ke vajtur e ke parë apo s'të mund? E ta. Që në fillim, Vajtim kur ma thane. në zdirim gja kur i këto. Erdhe nuk si atëra e marrëm ishte. Asgjë s'dini. Ku ishte Nipi? Ne më shpeshim. Jo, Nipi? Nipi, ku Më ishte? shpej me doli andaj. Në atë moment, asgjë s'dini. Ju jeni të afërt me familjen tjetër? Po kemi qenë. Kemi qenë, Po i prekosh. tash kur tonë jemi. Pa ko gjë. Po, jashtë apo brenda? Jashtë, lokale. Jashtë lokalit. Edhe i kishte goditur. I kishte ndil ta dil këte. Zoj, Meliana. Meliana. Meliana Britska. Me ç? Britska. Me C, Britska. Britska. Ju jap informacion nuk di gjë. Jo, faleminderit edhe për kaq. Ma ju nuk esh me gjendje. Një të gjendje të apo. Ai disa tani më lera pas më të rrugë. Sa do ditë. Sa të dimë. Ata fëmijë janë dalin nga udhënia. Po nga çka? Po vini shpesh në lokalet? Vini shpesh në lokalet? Ora nuk e kanë, nuk e di sa kanë, po në ora 7.